Miq, përshëndetje. Sot në këtë video kemi vendosur të flasim për turpin. A ke ndjerë ndonjëherë turp? Turpi është një nga ato emocione që të gjithë e kemi ndjerë, por rrallë pranojmë me zë të lartë. Nuk është thjesht ndrojtje apo siklet i çastit. Është një ndjenjë e thellë që lidhet me mënyrën si e shohim veten përballë syve të tjerëve dhe mbi të gjitha përballë vetes tonë. Në psikologji, trupi shfaqet kur mendojmë se kemi thyer një normë morale, sociale apo personale. Por ndryshe nga faji, që lidhet me një veprim të gabuar, trupi futet më thellë. Ai na bën besojmë se ne vetë jemi në gabim. Kur fillon turpi? Turpi fillon që në fëmijëri, kur dikush na thotë se të vjen turp, ndoshta për një veprim krejtësisht themëror. Kështu mësojmë që shikimi të tjerëve ka peshë, që vlerësimi vjen nga jashtë, dhe që të tregosh veten mund të jetë turp. Më vonë, turpi shfaqet kudo. Të marrim disa shembuj. Një fëmijë që qeshet nga shokët sepse nuk ka rroba të bukura. Një adoleshente që ndjen turp për trupin e saj, për syzet. Një djalë që ndalohet të qaj sepse djemt nuk qajnë. Një prind që ndjen turp se nuk arrin të plotësojë përshmëritë e shoqërisë. Dhe në jetën kohë ndodh paradoksi. Shumë njerëz nuk ndjejnë turp për gjëra që realisht janë turp. Tradhtojnë, burren, mashtrojnë, edhe tallin. Poshtrojnë tjerët dhe bëjnë humor të zi me ndjeshmërinë e tyre. Pse ndodh kjo? Sepse shumë njerëz nuk e përballojnë dot turpin e tyre. Kështu zgjedhin ta maskojnë me arrogancë, me vulgaritet. Ofendojnë të tjerët që të duken të fortë, që nuk janë. Shtiren sikur s'kan emocione që mos duken të dobët. Kritikojnë çdo gjë për të mos t'i parë të metat e vetes. Ky është turpi që nuk pranohet dhe që shndrohet në dhunë të heshtër. Dhe shpesh turpi më i madh është kur njeriu nuk ka turp për asgjë. Le të flasim për turpi shëndetshëm dhe ai shkatrues. Ekziston një formë turpi që na mban me kom tokë. Kur kemi lënduar dikë, kur kemi gabuar me vetdije, dhe ndjem keqardhje, reflektim, përgjegjësi, ky është turpi i shëndetshëm. Ai na mëson. Por kur turpi na bën të urrijmë veten, të mbyllemi, të mos guxojmë të jemi vetvetja, kemi të bëjmë me turpin shkatrues, që nuk na ndihmon, por na paralizon. Për çfarë duhet kemi turp në të vërtetë? Për tradhtinë, që është shumë e përhapur si te femrat si te meshkujt, që shkatron besimin, familjen. Për poshtrimin që i bëjmë një njeriu më të dobët, për talljen me dhimbjen apo varfërinë e dikujt. Për veshjet vulgare që e kthejnë trupin në mjet pëlqimi. Për sjelljet që nuk na nderojnë as veten, as ata që na rrethojnë. Turpi duhet lidhet me dinjitetin, dëshmërinë, respektin për tjerët, jo me pasiguri boshe dhe komplekse që ushqen shpesh shoqëria moderne. Mos ke turp t'jesh i ndershëm. Mos ke turp të mos ndjekësh turmën. Mendoj që nuk duhet të kemi turp për ngjësitë tona. Por të kemi turp kur fshehim të vërtetën, kur shtiremi, kur jemi njerëz falës, kur i përdorim tjerët. Turpi është si zë i brendshëm. Nëse ndëgjojmë me ndërgjegje, na ndihmon që ne të rritemi. Nëse e shtypim, kthehet në një maskë, në urrëtie dhe në bëshllëk. Pra, kemi turp për gjërat që na lëndojnë ndërgjegjen, jo për ata që bëjnë të tjerët. Desha t'ju falenderoj të gjithëve që nga Gjermania, Suedia, New Yorku, Shqipëria po ashtu, Anglia, pasi në 5 muaj gjysmë 6 muaj,
Në TikTok kemi kalu mbi 210 shikueshmëri, në YouTube mbi 17.000 shikime, Instagram ka kalu mbi 500.000 shikime, kështu që është një ndjenjë e mirë kur shikon që edhe kureshtja e njerëzve po rritet gradualisht. Për këtë video nëse ndjeni, do ju lutesha të bëni subscribe ose abonim, si dhe lajkat na ndihmojnë që të zgjerohemi si komunitet dhe të bëhemi më të fuqishëm. Ditë mirë, ju përshëndes.